A na tregon qysh je njoftu ti bashkë me burrin tënd atë kohë, e nikom se ta qysh ka qenë? Sa vjeç je kon ti? Kur jena martua? Po. 20 vjet. 20 vjet. Po. Qysh jeni njoftua, ju ka njoftu me njëri tjetrin? Po, çfarë si na njoftua, besh ty në herë mëset të qajshën. Po. Ja dhoshe na se kena po njën e tjetrin as kurgjë. Çfarë? Tash u bon edhe shumë vite që jeni të martum. Tash po. Qysh e qani joni ditë bashk? Mirë bon. Ja mirë e kena thua gjithë. Cili është ushqimi që ti e përgatit për të që të pëlqen më shumë, që i pëlqen këtij më shumë ti? Ja, mirë e kena thua bon. Po, a mundesh për fund me na tregu se një të mirë të ndonjë fshati, ose që ju kishe thonë të gjithë njerëzve që po shkojnë në qytet edhe pelojnë fshatin, a ki ndonjë mesazh mi ju thonë për mos me lom fshatin, me ndaj gjithmonë fshat? Ma mirë u konë mos me lom, po. Dikush filen s'po ngosht. Ti për veti tha që nuk i kishe lonë? Unë për veti kur se kisha lom fshatin me shkua. Me jetuar shriher në qytet.